Stadioni nesër drejt Durrës apo Vlorës për të marrë pjesë në kampionatin kombëtar. Cilat janë pretendimet e vllaznisë? Gjesh me thonë dhe ju e dini që na keni njek, në qysh vitit 92 nuk na ka nëllë në herë me bukësirat e Shkodrës. 3 dëmtuar, 2 të operuar, 3 të operuar, 2 kampionat vitit kaluar, 1 perspektivë. Pra shumë bështësi kena për këtë kampionat, nga kushtet paka shumë që kam blemru dhe bashkinë, kena pritë njëm se dhjetë se hotelet janë shumë shnajtë, nuk mund t'i përballojmë. Ashtë shumë shtirë në anë ekonomikë. Ala nuk na hapë një dritë e shile për e bashkit që na kanë premtu që do t'ju ndihmojmë për kampionat. Nuk dim gjalla. Tash paka shumë ekipin e kena afru që shkojmë me pretendime edhe atje. Kena bëjë një sakrifis me Bekim Bjardhen, që nuk mund të lasim se si, po ka bëjë një sakrifis e gjallë që aty është komplet edhe qisë i kampionatit. A do t'jetë një kampionat të realizuar sepse duket disa ekipe pretendente? Pa studenti, është Durrësi po, Tirana, edhe Vlora si gjithmonë janë pretendente. Në kjo se shkon kampionatin Vlorë, Vlora është pretendente tamam, e drejtë. Vllaznia do të kërkojë titullin 27? Po të thëmë, për atë punë shkojmë, për titull. Asnjëherë nuk e bëjmë dysh që të bëjmë për titull, por kësaj rrallë kena vështirësi shumë. Pra në kjo se bëhen Durrës, tifozët dhe vinë, edhe ju gazetarë, kena nevojë edhe për tifozët, edhe për bashkinë, me në dhani, sepse dje se hotelet janë shumë shnajta, ushqimet për më hangër jashtë janë shumë të edhe, ase nuk kena mundësi që të përballojmë. Shoferi, nuk dukeni as optimist sa vitit e kaluar ndoshta, nisur nga problemet që keni pasur me sportistët? Ja, kjo është hera pa që kam keq probleme. E kam fillim para 2 muajve, kena kënë gjendën e ekipit, kena kënë 100%, thoshe edhe kanë Shqipënjat mladet një kana jena 5 kampiona jena të pa diskutueshëm. Kurse tash kështu e ka sporti, dëmtimet, gjëra duhet me i marrë parasysh. Megjithatë na besoj se do ta përballojmë. Dhe titulli do të vijë Shkodër? Them se po, por shumë e vështirë, shumë e fortë është. Faleminderit.